ky është sheshi më i famshëm i Milanos, qytetit të dytë më të madh të Italisë, por qytetit padyshim më të rëndësishëm të Italisë. Kjo që po shihni mbas shpinës time, ose ti kthehem më mirë për ta parë, është Duomoja e famshme e Milanos, katedralja e famshme e cila është jo vetëm katedralja më e madhe në qytet, por dhe një nga katedralet më të famshme të gjithë botës. Por si katedralja, si galeria që ndodhet në këtë drejtimin tjetër, kanë të dyja një histori shumë çuditshme dhe unë do mundohem t'ju tregoj të dyja bashkë. A e dini se për çfarë historie bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një histori që në Itali shumë veta e kujtojnë, nëse mund kërkoni, mund ta gjeni, që në udhëtimin tim parë në Itali na kanë treguar historinë e galerisë, pra fatalitetin që galeria sollin vetvete dhe njëkohësisht historinë e Duomos. Po kush është diferenca midis të dyjave? Thash, ky është sheshi i Duomos, sheshi që është përballë katedrales, ku ka njerëz të ardhur nga të gjithë bota, me gjithë kompleksin e pallateve interesante, më të fundit të cilëve ja dhe galeria, kjo është galeria, më të fundit të cilëve të ndërtuar nga Mussolini, që janë në këtë drejtimin këtej, po cila është historia e parë e katedrales dhe pse ajo konsiderohet një nga katedralet më të bukura të botës, por ka dhe një rekord, është një prej 10 godinave që janë vonuar më shumë për të ndërtuar, ose që kanë marrë kohën më të gjatë të ndërtimit. A e dini se sa vjet i është dashur katedrales së Milanos që të mbaroj ndërtimin e saj, pra që të mbaroj krejtësisht dhe të kthehet në funksionale. Pra në funksionalitet plot, flasim se funksionale ka qenë prej vitesh. Ajo nisi të ndërtohet në vitin 1386 nga sundimtarët e saj kohe të Milanos, me synimin për të sjellë një katedrale dhe një kishë e cila do ishte krejtësisht ndryshe nga kishat e tjera italiane në stilin barok dhe njëkohësisht do të ishte një simbol i qytetit. Në fakt, sundimtarët e Milanos arritën që të parashikojnë një gjë, ajo është sot realisht ikona e qytetit. Por që prej vitit 1386 kur ajo nisi ndërtimi nuk shkoi aq mirë sa të pritej. Fillimi i punimeve ishte, pra fillimi i parë, ishte në 1386, por ajo mbaroi vetëm në vitin 1965, pra thuajse 600 vjet nga momenti kur kishte filluar ndërtimin. Po thuajse 600 vjet. Në fakt, në këtë formë që ka sot, pra në formën e sotme të katedrales, që janë përballë derës mrekullueshme dhe aksit qendror të katedrales, pra nuk po hym pjesën e brendshme të saj, jam përballë aksit kryesor. Në formën e sotme të saj, ajo u përgatit nga Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte kërkoi që fasada kryesore e Duomos së Milanos të merrte formë përpara shpalljes së tij, kurorëzimit të tij si mbret i Italisë në 1804. Pra në 1804 Napoleon Bonaparte vendosi financimin dhe po them të gjithë përqendrimin e punëve për të sjellë Duomon e Milanos në formën aktuale. Ishte viti 1804 kur ajo mori këtë formë që ka sot, pra shikoni, dhe që është padyshim e mrekullueshme, por nga ana tjetër ju desh edhe 161 vjet të tjerë, derisa në vitin 1965 mbaroi përfundimisht formën e saj dhe mori formë. Gjëja tjetër më interesante është pjesa përballë, është kjo që njihet si galeria. Cila është historia e rrallë e galerisë? Galeria u projektua nga një arkitekt italian shumë i famshëm i kohës, Giuseppe Mengoni, i cili propozoi ndërtimin e një galerie që të kthehej në formën e një shopping malli të atyre viteve në vitin 1862. Fillimisht në vitin 1861-62 ai e projektoi, në vitin 1865 filloi punimet me praninë e mbretit Viktor Emanuel II, emrin e cilit mori dhe galeria. Ju deshën 2 vitet e para që galeria të hapej vetëm si gjurmë, pra pa u kompletuar komplet, por pikërisht këtu ndodhi dhe një fatalitet. Nëse hyni në galerinë e Duomos, pra nëse hyni në pjesën hyrëse të galerisë, mund të shihni fare mirë që në pjesën e njërit prej anëve të saj, kolonave mbajtëse, është ky shënim. Shënimi i dedikohet Giuseppe Mengonit, arkitektit
të galerisë, i cili në mënyrën më fatale të mundshme, ndërsa ishte duke ndjekur punimet 2 vjet përpara mbarimit të galerisë, ra nga skela dhe humbi jetën. Arkitekti që projektoi galerinë nuk arriti ta shihte veprën e tij, nuk arriti ta bënte pra ta shijonte atë, edhe pse ai ka lënë Milanos një nga 2 veprat më të rëndësishme që sot konsiderohet ikonike dhe kudo në botë. Ideja e Mengonit, i cili thash ra nga skela dhe humbi jetën nëse quhet në krye detyrës, siç thuhet atje, është bërë sot realitet. Shiheni, galeria është një miksim i shkëlqyer i botës së luksit me dyqanet më normale që janë prej një kohe të gjatë, pra në një anë mund gjeni Yves Saint Laurent apo Motën, pra kafen e famshme italiane, apo Chanelin, ndërsa në anën tjetër mund shihni edhe shumë prej dyqaneve të vogla dhe interesante të ndërtuara më pas, siç është Galeria Boca, libreria Boca, e cila është një prej librerive të hapura në vitin 1775 dhe është vendosur këtu që në ditën e parë të hapjes së galerisë. E gjithë galeria është me kupol xhami, dhe kjo ishte risia e saj e jashtëzakonshme, dhe mbaroi në vitin 1877, pra thuajse 150 vjet më parë nga sot, po thuajse, ja dhe dyqanet e tjera të luksit, dhe është po ashtu shumë e njohur për mozaikun e dyshemes së saj, të jashtëzakonshme, në qendër së cilit këtu po i afrohem qendrës Kupolis, ku sikur se thash vin ja dhe Feltrinelli, po i ofrohem qendrës Kupolis, në të cilën ka jo vetëm afresk, të piktura në formën e afreskëve, pra në pjesën kryesore, po është dhe kupola e madhe e xhamit, e cila vjen në formën e një kryqi. Pra shihni, këtu është pjesa e galerisë që ndahet në formën e një kryqi. Arku kryesor, do të thënë, aksi kryesor i kryqit është ky, ndërsa 2 akset e tjerat janë këto më të vogla. Dhe në këtë zonë të galerisë është një prej atraksioneve të saj më të mëdha. Është i famshmi dem, në cilin ka një legjendë. Nëse shkel demin me themër, ti do kthehesh sërish në Milano. Dhe gjithë turistët vinë ta bëjnë këtë, edhe kur kam qenë herën e parë ma kanë thënë gjithë, shiheni pak historinë se si shiheni. Ja dhe demi dhe turistët që e shtypin me themër dhe rrotullohen mbi demin. Është një nga karakteristikat, ja dhe tjetra. Ndërkohë që demi është gjithmonë japonezët ja dhe demi, pra që duhet rrotullohesh me themër, ndërkohë që në këtë pjesën tjetër vazhdojnë të jenë disa nga dyqanet kryesore të luksit. Në anën prej nga erdha, pra në drejtim të Piazza Duomos dhe të galerisë së Duomos, është një gjë mjaft interesante, është një prej bareve të famshme të Milanos që quhet Bifi sotto la cupola. Bifi sotto la cupola është shumë vap sot në Milano. Bifi sotto la cupola është kafja e njohur milaneze, e cila qëndron këtu që prej hapjes së galerisë, si prej fillimeve të hapjes së galerisë. Shiheni edhe bifin. Kjo është kafja e famshme, pra bifi. E cila është në pjesën që lidh qendrën e galerisë me zonën e Duomos. Ja dhe kupola e famshme e Qelqit. Kjo ishte pra galeria, arkitekti së cilës, ideatori dhe zbatuesi së cilës nuk arriti ta shihte, sepse u rrëzua nga një skel dhe humbi jetën, ndërsa në fund është Duomo, një prej ndërtesave që ka kërkuar më shumë punë në botë, rreth 600 vjet që të përfundojë. Nga qendra e Milanos,